Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe sot me rubrikën Sy më sy, ku 2 herë në javë ka një bashkëbisedim me qytetarët nëpërmjet komenteve në rrjetet sociale. Kryesocialisti u ndal tek vota e diasporës, për të cilën tha se është një zotim që tashmë është bërë realitet, pasi zarfet me fletët e votimit por shpërndahen në të gjithë botën. Ndërkohë që ajo që ka rëndësi për këtë koment është fakti që tani më jemi në fazën e jetësimit të një zotimit hershëm që unë kam marrë përpara jush për të mundësuar votën e emigrantëve, votën e shqiptarëve të Europës dhe të marrë botës që duhet marrin pjesë në procesin zgjedhor. Dhe jetësimi po ndodh tani më zarfat e KQZ-s po shpërndahen gjithandej. Kryeministri Rama ka folur lidhur me samitin e Komunitetit Politik Evropian, që do të zhvillohet me 16 maj në Tiranë. Rama tha se Shqipëria atë ditë do jetë vëmendje e gjithë botës dhe epicentër e politikës europiane. Stockholmi dhe Oslo në Athinë, nga Berna e Zvicrës në Baku, në Erevan, në Azerbajxhan, Armeni, pa diskutim nga Kievi dhe Kishinau në Madrid dhe në Lisbon, pra të gjithë, plus sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, presidentin e Këshillit Evropian, presidenten e Komisionit Evropian, patjetër edhe drejtuesit, presidentët e bankave të zhvillimore të Europës, presidenten e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët do të jenë të tërë në Tiranë në 16 maj. Tirana do të jetë epiqendra e politikës europiane edhe një herë tjetër. Altin Dumani meriton respekt dhe solidaritet për të gjitha ato sulme barbare që kanë bërë atij dhe familjes, u shpreh Rama. Dhe nëse sot ka një SPAK, dhe nëse sot ka një Altin Dumani që meriton respekt dhe solidaritet për të gjitha ato sulme barbare që i kanë bërë atij dhe familjes, kjo ndodh sepse sot ka një drejtësi të pavarur nga pushteti politik. Gjithashtu, kryeministri Rama nuk i ka kursyer ironit në drejtim të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, ndërsa pyeti nëse i është hequr apo jo në ngrata.